Unë mendoj që na veç sa kemi kalu një proces të zgjedhjeve nacionale, në fakt edhe si partia kemi të njëjtin qëndrim dhe duhet të bëhet konstituimi i institucioneve të dala nga zgjedhjet e nëntëshkurtit, nuk kemi nevojë që ta përsërisim një proces zgjedhor, sepse nuk mund të priten as edhe ndryshime të mëdha. Në ndërkohë ne e dim të gjithë procesin të jetë ndërlikuar dhe kohën që ka marrë për numërim të votave nga ana e KQZ-s, bashkimi dy palë zgjedhjeve në një periudhë të caktuar do të shkaktonte probleme të mëdha dhe ka shumë mundësi që zgjedhjet e tilla të mandej domethënë edhe të mos pranohen nga ndonjë subjekt. Ju e dini kemi pasur vetëm një fletë votim, sa kohë ka marrë Komisioni Qendror Zgjedhor. Në zgjedhjet lokale janë 2 fletë votime, është proces shumë më i komplikuar dhe mbi të gjitha ne kemi pas zgjedhje nacionale. Nuk ka kurfar arsyeshmërie që në pamundësi ose në mungesë të vullnetit politik nga ana e lëvizjes vetëvendosje për gjetë rrugën e bashkëpunimit me partitë e tjera parlamentare për ta përsëritur edhe një herë procesin zgjedhor. Absolutisht ne po mbajmë përgjegjësi, kjo është arsyeja edhe pse na kemi dalë me alternativa. Ne kemi treguar që nuk mund të bashkëqeverisim me lëvizjen vetëvendosje, por me qenë se krejt parashikimet çojnë se ne do të kemi një proces tjetër zgjedhor në mars kur vijë edhe zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës, kemi dalë me propozimin që të kemi një qeveri gjithëpërfshirëse kalimtare me një agjendë të caktuar. Shumë shpejt besoj që do të dalim, do të bëjmë edhe prezantimin e pikave të cilat kjo qeveri gjithëpërfshirëse do të duhej që të zgjidhte dhe mandej domethënë të kalojmë. Nuk është që po mungon vullneti ose iniciativa nga ne, në fakt ata që e kanë bllokuar janë edhe përgjegjësit kryesorë, kanë 48 ulse në kuvende, nuk kanë lëviz nga qëndrimet e tyre që prej seancës së parë, të cilat as qëndrime nuk mund të quhen.